Kjo e mërkurë e gjeti kabinetin qeveritar dhe drejtuesit politik të Partisë Socialiste në një mbledhje në Selin Roz, e kërkuar nga kryeministri Edi Rama. Për më shumë se një orë, kreu i qeverisë adresoi një sër çështjesh, me fokus protestat për çështjen e Zvërnecit. Një luftë digjitale u cilësua situata aktuale nga vetë Rama, i cili u shpreh se algoritmet e protestës nuk mund të zëvendësojnë punën në terren dhe kontaktin e drejt për drejt me qytetarët. Pikërisht në këtë drejtim u përqendruan dhe porositë e tij për drejtuesit politik dhe ministrat, të cilëve u kërkoi të jenë më aktiv në rrjetet sociale sa i përket tubimeve qytetare. Gjithashtu, burime nga mbledhja bëjnë me dije se kreu i qeverisë kërkoi një koordinim më të shpejtë mes ministrave dhe deputetëve për të adresuar problemet e qytetarëve, një çështje e cila u diskutua edhe në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, të mbajtur me dyert të mbyllura ditën e shtunë. Për Ramën, është me rëndësi që ligjvënësit të jenë aty për qytetarët dhe të njihen me çdo shqetësim të tyre, duke nisur nga problemet me infrastrukturën e deri tek shërbimet. Gjithashtu, Rama tha se zyrat e deputetëve duhet të jenë gjithmonë të hapura për banorët e zonave që mbulojnë, në mënyrë që ata të kenë mundësi të kontaktojnë me të zgjedhurit e tyre.